Shqyrtimi i çështjes që përfshin zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku është shtyr dhe do zhvillohet me datë 2 dhjetor. Kolegji i gjykatës kushtetuese përbërë nga Sander Beci, Sonila Bejtia dhe Marsida Xhaferdari ishte parashikuar të mblidhej këtë të njëjtë, por gjyqtarja Xhaferdari kërkoi shtyrjen për të njohur me aktet e padis, sipas rregullores që parashikon të paktën 2 ditë kohë për shqyrtim para seancës, me kërkesë të gjyqtares së Marsida Xhaferdari, e cila kishte marrë njoftimin për aktet pas dite të datës 26/11/2025 dhe në përputhje me nenin 24 të rregullores për procedurën gjyqësore, i cili parashikon se gjyqtarët duhet të kenë në dispozicion kërkesën dhe aktet e kërkesës të paktën 2 ditë para mbledhjes së kolegjit, u caktuaj që shqyrtimi i çështjes do të bëhet nga kolegji ditën e parë të punës pas festave zyrtare të nëntorit, konkretisht në datën 2 dhjetor 2025. Xhaferdari u caktua të shqyrtojë çështjen pas largimit të gjyqtares Holta Zaçaj, e cila kishte përfunduar mandatin e saj dhe u zëvendësua nga Arsim Vokshi. Kryeministri Edi Rama dhe Këshilli i Ministrave kanë kërkuar nga gjykata kushtetuese shfuqëzimin e vendimit të GKK-s për pezullimin e Ballukut pas ngritjes së akuzave për shkelje të barazisë në tendera. Sipas kryeministrit Rama, vendimi për pezullimin përbën një ndërhyrje të drejtë për drejtë të pushtetit gjyqësor në funksionimin ekzekutivit. Seanca e radhës do të zhvillohet pas festave zyrtare të nëntorit, duke hapur rrugë për një vendim mbi kërkesën e qeverisë për rikthimin e Ballukut në detyrë.